Ku kam ditë unë për shembull të vija dhe të tregoja gjëra nga jeta ime që mua, domethënë unë do të jem i njohur se gjithë jetën këtij formati, se nëse unë, domethënë kam bajt deri ditën që kam pa mamin e Eglit këtu, unë akoma s'kisha qa për mamin. Domethënë imagjino se sa lot kam ka përdiru. Kalo. Do plasësh i ditë. Unë akoma si kam lëshu prindrit e mi. Unë për çdo moment që ndodh në jetën time, si mirë, si keq, unë mbuloj kokën me çarçaf dhe çaj se më kujtohet mami dhe babi. Se them, e bëra unë këtë u gëzova. Mora qëmë në president, ose mora qëmë në parë. Mos ma di mami me babin. Pa ato si do kishë mendu, po kjo kënga, po kjo gjëja, po kjo shfaqja, aja babi se disë më pa. Me thënë, ato gëzimet e mija janë një farë mënyrë të limituara. Me vdekjen e Frankos, kur vdiq Francesca Radi, Gjaja, u rëndova akoma më tepër. Sepse tani rrethi u ngushtua. Do me thënë, njerëzit cilët unë doja t'i vazhdoja atë që ato kanë nisur, nuk janë aty për si janë aty për të parë edhe ndjehem keq, edhe nuk kam qarë, po i kam ka përdirë. Shumë unë shkoj të Vareza dhe nuk qaj. Do me thëmë, vë lullet dhe aty e rri, në qik edhe ikim, ati e marrë dhe motrën e them hajde, se lë. Se unë kam dhe i problem tjetër, mirë që nuk du të qaj vetë, po nuk du të shof as tjerët duke qajt. I të rej që të mos qaj, hajde ikim, hajde, jo, hajde se të bëhet më mirë, si lë.